Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymijes rreth fikut. Kemi arritur tek kaptina e sejdës së Kur'anit, sejdja harresës dhe sejdja harresës realisht. Pika 297 sipas Ibn Taymijes rahimahullahu taala, sejdja e Kur'anit është wajib, është obligim në namaz, apo jashtë namazit. Domthonë Sheikhul Islam Ibn Taymiye e ka mendimin që leximi apo do të thotë sejdja e Kur'anit është obligim, qoftë namaz, qoftë jashtë namazit. Edhe pse disa tjerë kanë thonë që është sunet, apo ky është një nga transmetimet e Ahmedit edhe një grupi të dietarëve. Sejdja e Kur'anit nuk është namaz. Pra, për të nuk duhen kushtet e namazit. Siç janë kushtet e namazit, që i dim se cili prej nesh nuk kanë të bëjnë me kushtet të namazit. Lejohet të bëhet pa abdest, është fjala jashtë namazit, apo kur ta lexojmë Kur'anin dhe vim te sejdja, zakonisht këto mushafet e Medinës apo të Saudis e kanë aty shenjën e sejdës, edhe e sheh. E kanë shenjën e sejdës edhe po ashtu e kanë një lloj vize, apo do thotë e kanë vizën poshtë ajetit të sejdës, edhe normalisht kur e lexon në fund të ajetit duhet të bish në sejdë. Do thotë lejohet të bëhet pa abdest, jashtë namazit. Ibn Omeri bënte sejdën e Kur'anit pa abdest, ky është mendim i Buhariut. Sejdja e falënderimit tash nuk është namaz dhe nuk ka nevojë për pastrim. Domethënë, nëse ke ndonjë të mirë që ta ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, atër prej sunetit është me falendëru Allahun subhanahu wa taala duke i rënë në sejdë Allahut azza wa jall. Sejdja harresës në namaz është e kushtëzuar me pastërti, normalisht. Se është sejdë që është brenda namazit, po dhe pas selamit duhet të kesh abdest sepse është sejdë e namazit që ke bërë ndonjë gabim, ke shtuar, ke paksuar apo ke qenë në dyshim. Atëherë është e obliguar që është e kushtëzuar që të jesh i pastër. Është e papëlqyer të bëj sejdë pa shkas. Është thjesht po më kujtohet, hajde po bëj një sejdë. Jo. Duhet të ketë një shkak të caktuar. Është prej bidateve thotë të bëj sejdë pas namazit të sabahut apo namazeve të tjera dhe ta puth tokën. Këto gjëra, këto bidate, alhamdulillah në vendet tona nuk janë të përhapura, në vendet arabe po, nuk lejohet të puthet toka apo e ngjeshme me këtë që është e përafërt me sejdë para mbretërve, hoxhallarëve, dietarëve, ku e diune, këto nuk janë nga tradita e sahabeve dhe e dietarëve të mirëfillt. Gjithashtu thuhet, do thot mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymijes thotë që nuk lejohet të përulesh para dikujt në formë rukuje. Mirë, po nëse detyrohet me bë, atëherë nuk është keq ta bëj këtë që të largoj të keqen, e cila mund ta godas nga mosveprimi për uljes. Do thot, gjitha këto përkulje që i bëjnë sikur në ruku me ra, para ku e diun kryetarëve, para njerëzve të mëdhenj në këtë botë, apo para statujave që i bëjnë idhujve të ndryshëm, apo para të vdekurve për shembull, e dini homazhet që shkojnë me i bë, e vendosin zakonisht politikanë për shembull i vendosin para kuvendit aty të shtetit, kuvendit parlamentit apo ku e diune, dhe i bëjnë do thotë homazhe apo sillen rreth xhenazës dhe afrohen aty dhe bëjnë përkulje. Por qoftë edhe kokën nëse e përkul nuk lejohet. Nuk lejohet me përkul para njeriut. Pastaj thot, nuk ka sejdë, mirë po thot çfarë? Nëse e ki detyrim në kontekstin që prisi o zullumqari madh dhe ke frikë që mundet me të bëj zullum, atëherë bën dhe përgjegjësia i bjerë atij i cili është zullumqar. Nuk ka sejdë të harresës për veprat e bëra me qëllim gjatë namazit. Çfarë do të thonë tu Sheikhul Islam Ibn Taymiye? Po do të thonë që nëse ti me qëllim gabon, vetë po dush me gabu, apo atëherë po çfarë sejdë të harresës po do me bëti? Sefi sejdë, nuk ki nevojë me bë. Sepse sefi sejdë është kur ti harron, shton, pakson, je në dyshim,
Nësa me qëllim kur të bosh, nuk ka mo. Sikur për shembull me thonë hajtë s'pe fali drekën, edhe pelo hajtë se e fali masi qindis, kaza pe fali. Kështu s'ka kaza. Kaza nuk ka, se ti me qëllim pelen. Ke haruar, ke qenë gjumë, apo për një moment djetë është humbur, ke po diçka, kini shkas, do më thonë, të arsyshëm, atëherë lejohet kaza me falë. Ndërsa kështu veç thjesht, hajtë, ta në ditën s'pi fali namazës si disa musliman të na qysh janë, ta në ditën sabajnë e falë, edhe ta në ditën nuk falë namaz, sepse jo më punë, kur të vjen kreti falë me rëndë, drejk i qindi aksham jaci. Kështu nuk banë. Kështu nuk ka ardhë argumente nga Allah dhe i dërguar i ti. Ai cili dyshan, thët, në numrin e rekateve, thot ai cili dyshan në numrin e rekateve vepron sipas mendimit më të sigurt. Kështu veprohet edhe në vepra tjera të fesë, siç është tavafi, saj, domethënë Safa Merve që bëhet në umre apo në haxh, gjuajtja e guralecave në Mina dhe bën sejdë pas dhënies së selamit. Pasi që ta kryejnë selamin namaz, jep do thot bën sejdë dhe shikohet çdo herë anon ka veprimi më i sigurt, që ti je më i sigurt dhe dyshimin në fe vllazni, në usulul fik, dyshimin nuk e heq bindjen. Dyshimi nuk e heq bindjen. Nëse je i bindshëm, je i sigurt për një gjë, por se të vjen dyshimi, e ki prish se ki prish, ndërsa bindja është që ke marrë abdest, atëherë ti je vetëse tek bindja që ke marrë abdest. Nëse bindjen e ke që nuk kam abdest, edhe e mon mend 100% që e ki prish abdestin, mirë po pastaj dyshimi të lind mëra, a mora abdest a nuk mora? Atëherë e len dyshimin, e ka bindjen, nuk ke abdest, kështu shikohen rregullat e fesë. Nëse nuk vepron sipas asaj që ja merr mendja se është më e sigurt, atëherë vepron me numrin më të pakët bindës të rekateve. Nëse ki dyshimet jetë aq të fuqishme, atëherë kthehesh tek baza dhe e merr në rekatet që është më bindës më pak, apo e merr dhe e shton një rekat dhe pastaj bën sejdë para selamit. Nëse në namaz ka diçka mangësi, atëherë sejdja duhet bërë brenda namazit. Kur ki mangësi, bëhet brenda namazit, para se me thonë selam. Nëse shton diçka në namaz, atëherë bëhet sejdë pas selamit. Kështu thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe një pjesë e ulemave, ndërsa Sheikh Albani rahimahullahu taala thotë që nuk ka problem nëse e bën para selamit apo pas selamit se fi sejdën. Po disa prej dietarëve i kanë treguar disa detajzime, siç edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë që ai që pakson në namaz, brenda namazit do thotë, atëherë thotë e bën para selamit. Nëse shton, atëherë normalisht që e bën pas selamit. Nëse ja merr mendja për diçka se është më e sigurt, bën sejdë pas selamit. Nëse ka dyshim tash, bën sejdë brenda namazit para selamit. Nëse ki dyshim, atëherë bën para selamit. Nuk duhet bërë teshehud pas selamit. Ki bo teshehudin, apo para selamit, nuk ki nevojë me bo dhe njërë teshehud, është fjala për sejdë nëse bën pas selamit. Nëse njeriu haron sejdën e harresës, se fi sejdën, e bën kur t'i kujtohet, qoftë edhe pas një kohe të gjatë, edhe nëse flet apo del nga xhamia, shkon në shtëpi, e bën se vi sejdën. Duhet me bo se vi sejdën se e ki obligim. Ditën e gjykimit, me namaz vullnetar plotësohet namazi farz. Kur kijet për qëllim namazi vullnetar, është për qëllim, dhe më thonë kur thuhet namazi vullnetar, aty hyn edhe namazet sunete, se nuk janë obligative. Pastaj janë namazet sunete të forta dhe jo të forta. Por në përgjithësi, këto quhen si namazet nafile apo namazet vullnetare. Dhe çdo namazet vullnetare vllazni, nëse farzet nuk i ke në rregull, ndonjëherë njeriu subhanallahu, ka thënë pejgamberi sa që njeriu e merr shpërblimin 1/10 e namazit, 1/9, 1/8, 1/7, kështu gradualisht ka shku, derisa, domethënë e merr 100% do të shpërblimin e namazit, varësisht nga koncentrimi yt. Apo dhe nëse nuk e ke në rregull farzin, disa farze, atëherë Allah subhanahu wa taala nga mirësia e tij ju thot me lajkeve shikoni namazet vullnetare që i ka robi im dhe vendosni pastaj apo në ato zbrastira të farzeve. Nëse farzi nuk e ka plotësuar thot namazin e tij, thot namazin farz. Për këtë çështje ka hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu edhe zakati dhe veprat e tjera
po të njëjtën formë janë. Adhurimi i Allahut në 10 ditët dhe netët e Dhul Hijjes është më i mirë se gjihadi në të cilën njeriu nuk humb shpirtin dhe mallin e tij. Do të thonë, 10 ditët e Dhul Hijjes, disa prej ulemave kanë thonë që është mirë me i agjeru. Adhurimi i Allahut në ditë të tjera është i barabartë me gjihadin, për shkak të argumenteve të transmetuar për kiteze me këtë. Ndërsa adhurimi 10 ditëve të Dhul Hijjes është më i vlefshëm se sa gjihadi. Ndërsa ditët e tjera janë, do thotë gjihadi është më i vlefshëm se ditët e tjera. Pastaj thot, namazi i xhenazës pas ikindis dhe sabahut, thot është i vërtet dhe pranohet. A thua vallë pse po e thot këtë Sheikhul Islam Ibn Taymija? Sepse kemi hadithet të pejgamberit alayhis salam që është veprim i urryer apo është kohë e urryer që me fal namaz pas ikindis dhe pas sabahut. Mirë po, në namazet me shkak lejohet edhe pas ikindis edhe pas sabahut me u fal. Për shembull, pak para perëndimit diellit, a lejohet me u fal? Jo, nuk lejohet. Po duhet thjesht nafile me fal. Po më tekët nafile, jo s'lejohet. Mirë po nëse e ke namazin e ikindis pa e fal, atër normalisht nëse e zë dhe 1 rekat e kizon inshallah taala namazin në kohën e vet. Edhe pse 3 rekatet mund t'i falësh, do thot pasi që hyn akshami. Mirë po ti me rekatin e parë e kizon vetëse ikindin, kështu që ke shkak. E njëjta gjë është shkaku edhe te hijetul mesxhit apo përshëndetje xhamis, që ka thënë pejgamberi sa mos tulet dikush në xhami pa i fal, do thot 2 rekate. Disa prej dietarëve kanë thënë që është wajib, disa kanë thënë është sunet. Përmendja Allahut me zemër është më e mirë se leximi pa meditim. Do të thonë ti lexon apo po e lexon Kur'an apo e përmend Allahun subhanahu wa taala, mirë po e ki pa meditim, veç thjesht rutinë, tu ka bo veç goja kështu pa me meditim. Thosht ma mirë është nëse nuk e citon me gjuhë, nuk e shpreh me gjuhë, po me zemër e mediton, se sa me lexu pa meditim. Kjo nuk do thotë që mi nxit njerëzit që vetëm ta shprehin dhikrin apo madhështinë Allah subhanahu wa taala veç nëpërmjet zemrës. Jo, pejgamberi sa ka thonë në një hadith, thotë let jetë gjuha jote e lagur me dhikrin e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë subhanallah, jo me piskat. Një gjuhë do të thonë një zë sa dëgjon veshi yt. Vitri është detyrim për njeriu i cili fal namaz natë rregullisht. Tek vitri Hanefit për shembull e kanë obligim. Po se fale vitrin, ke gjuna. Dërsa shumica e ulemave thënë është sunet muakkede. Më thonë është sunet i fortë që duhet të falet, dhe Imam Ahmedi rahimahullahu taala thot, kushdo që e lën vitrin, ai thot është njeri keq. Ai thot është njeri keq, domethënë nuk duhet me lënë vitrin, më e pakta është 1 rekate dhe më e shumta është 11 rekate. Vitri nuk kryhet më vonë nëse njeriu i ikën. Për shembull, nëse e din që nuk mund të ngritës zgjohesh para sabahut, atëherë tu vitri, subhanallah, atëherë është mirë me e fal vitrin para se me fjet. Para se me fjet e fal vitrin dhe pastaj kur ngritesh në mëngjes vetëse e ke kryer namazin e vitrit. Pastaj thot, kunuti nuk bëhet përveç vitrit. Do të thonë, kunuti që ngriten duart thot nuk bëhet përveç se në vitër. Mirë po përveç nëse muslimanët i godet ndonjë e keqe, atëherë në këtë rast muslimanët munden me bë kunutin në çdo namaz, e posaçërisht në sabah dhe në akşam. Shembull, ka raste ku pejgamberi sa me 10 ditë e ka bën në 5 vakte kur janë mbytur ata hafizler apo në fatkeqësi të ndryshme, në bela të ndryshme të muslimanëve, do thot bëhet kunuti në namazet farze. E di në rastin e keni pa edhe videon që e kanë shfaq disa vllazni që kur ka qenë lufta në Kosovë, 2 milion njerëz subhanallahu kanë bërë amin. Kunut e kanë përmend Kosovën, luftën e Kosovës, kanë shku disa ditë dhe u ndërprej lufta. Walillahil hamd. Subhanallah, kanë bërë dua gjata musliman atje për luftën në Kosovë që e kemi pa të merrin na nga shkijet, nga pabesimtarët shkije, se sum pju thom sërb.
numri i rekateve, se fjala shkije është edhe term kuranor, vëllazni. Numri i rekateve të teravis nuk është i caktuar, thot sipas Sheikhul Islam ibn Taymiyes, njeriu i fal si të doj. Thot 20, 36, 23, 13 apo 11 rekate. Kjo është mendimi i Sheikhul Islam ibn Taymiyes, edhe gjumhurit ulemave dhe shumica ulemave e lejojnë shtimin me 11 rekate. Unë kam bindjen personalisht që nuk lejohet mbi 11 rekate përdesa nuk ka argument nga pejgamberi sallallahu që ai ka shtuar më shumë se 11 dhe 13 rekate. Përdesa ai nuk i ka shtuar, hadithe tjera që vijnë nga Omeri janë të dobta për 20 rekatëshin, më thonë shumica e transmetimeve janë nga 11 rekate dhe unë them që kushdo që i fal për 11 rekate, bindja ime është kundërshtimi i sunetit, porse në asnjë mënyrë nuk e akuzoj tjetrin sepse është çështje ijtihadie. Sheh Bin Baz e lejon, Sheh Uthaymin e lejon, Sheh Fauzan e lejon, krejt ulemat e lejojnë, një pjesë shumë e vogël e ulemave nuk e lejojnë dhe i qëndrojnë besnik tekstit të Aishës radhiyallahu anha, e cila thot që nuk ka fal Muhamedi alayhi salatu wassalam as Ramazan, as jashtë Ramazanit mbi 11 rekate. Dhe thot mos pyet, më thoni falte 4 rekate dhe mos pyet për zgjatje dhe zbukurimin e namazit. Pastaj pushonte pak, pastaj edhe 4 të tjera dhe në fund i falte edhe 3 rekate të tjera dhe kështu bënin 11 rekate. Ai i cili fal teravin para jacis është bidat gjithët, edhe në kundërshtim me sunetin. Kushdo që thot që lejohet me fal teravin para namazit e jacis, thot ai është bidat gjithë dhe dijeni vllazni që këto tekste kur vinë në këtë formë, kush e bën këtë dhe këtë është bidatxhi, kush e bën këtë dhe këtë është kafir. Këto janë fjalë të përgjithshme që nuk akuzohet me njëherë, nuk ngritet dispozita me njëherë e hukmit apo ndaj një personit caktuar pa ju hequr ato, domethënë barierat për ta gjykuar personin në fjalë. Do thotë personi mund të bëj kufër, nuk e di që është kufër apo shirk. Personi mund të bëj bidat, nuk e di që është bidat, duhet i sqarohet e vërteta, nëse këmbgul, atëherë i ngritet gjykimi personit në fjalë, dhe nëse nuk e pranon, vije dënimi prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, ikindia nuk ka sunet të caktuar. Mendimi i Sheikhul Islam ibn Taymiyes është që nuk ka sunet të caktuar. Mirë, po ulema të tjerë kanë thonë, për shembull, është një hadith që disa prej ulemave kanë thonë hadithi është hasan, hadithi është i mirë, Allahu e mëshiroft atë person i cili i fal 4 rekate para ikindis. Von 4 rekate para ikindis mi fal është sunet. Pastaj hilafi tjetër është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që nuk i kalon kur pa i fal 2 rekate pas ikindis. Nuk i kalon 2 rekate pas ikindis. Disa kanë thonë që jo, kjo ka qenë e veçantë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo kjo ka ndodhur një herë që nuk e ka fal sunetin e drekës, pastaj ka fal ikindin, por jo, argumentet janë më të fuqishme që Muhamedi alayhi salatu wasallam ka fal 2 rekate pas farzit të jacis. Dhe Sheikh Albani rahimahullahu taala thotë që ky sunet është i harruar, andaj duhet të ringjallet. Ky sunet duhet të ringjallet në mesin e pasuesve të sunetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Është e pëlqyer thot, po ashtu thot është rregull të shehu se nëse nuk është sunet i caktuar lejohet të falet ndonjëherë. Do të thjesht lejohet të falet ndonjë nafile kurdo që ti e ke të nevojshme apo për ta falur. Thjesht nafile po do më fal. Nuk ka asnjë problem. Pastaj thot nëse fal namazin e natës, duhos, përshëndetjen e xhamis, ndonjëherë me xhamat, nuk ka të keqe në të, por të mos merret si sunet i caktuar. Do thot, lejohet ndonjëherë ta bësh namazin e natës me xhamat, për shembull në shtëpi me gruan me fëmijë, lejohet namazin e duhas me fal me xhamat, lejohet përshëndetjen e xhamis, përshëndetjen apo ndonjëherë po thot, që mos të bëhet rutinë, mos të mendohet që suneti është kështu. Po nëse e fal ndonjëherë me xhamat nuk ka problem, për shembull sunet është falet teravive, edhe bëhet me xhamat apo? Do të thonë janë disa rregulla që e lejojnë këtë gjë. Është e pëlqyer të falet namazi i duas për njeriu i cili nuk fal namaz natë.
thot Sheikhul Islam Ibn Taymije rahimullahu taala. Kushdo që s'ka mundësi të fal namazin e natës, atëherë së paku le ta fal namazin duha, le ta fal namazin duha, namazin e paraditës, apo është e pëlqyer të falet. Po ashtu, thot njeriu i cili fal namaz natë është e pëlqyer për të që të mos e fal çdo herë namazin e duhas. Nëse vazhdimisht e fal namazin e natës, apo atëherë është e pëlqyer ndonjëherë mos me fal namazin duha. Te shehu nuk lejo të falet nafile shtrirë pa arsye. Nëse je fizikisht shëndosh, pse atëherë falesh shtrirë, subhanallahu, apo pse falesh ulur? Kërtesa ki mundësi vllaja. Nëse s'ke mundësi, arsyetum tek Allahu subhanahu wa taala. Është e pëlqyer që njeriu të lexoj Kur'an ndërsa të tjerët ta dëgjojnë atë. Më thonë, kur lexon Kur'an, është mirë me dëgju Kur'anin. Ajeti që thuhet, apo që kanë obligim, domethënë kur të lexohet Kur'ani, thotë dëgjojeni atë, ka të bëj me namazin, dhe nuk ka të bëj me leximin kështu në mënyrë individuale që tjetrit t'i obligohet edhe me dëgju. Aja jetë ka zbritur për namazin dhe nuk është për të tjerët. Është i pëlqyer leximi i Kur'anit në xhami nëse nuk ka dëm për xhamin dhe falsit në të. Më thonë, është mirë mu lexu Kur'anin në xhami me zbukuru zërin, apo mirë, po nëse i pengon tjerëve, vëllai jam, pse atëherë e ngrit lart zërin? I pengon të tjerëve. Ai do me lexu, ai do me fal namaz. Atëherë ul zërin aq sa ti do thot e dëgjon. Namazi i regaibit është bidat, namazi që falet në natën e parë të muajit të Rexhep. Këto janë bidate, vllazni. Këto janë bidate. Regaib kandili, Miraç kandili, Isra, ku e diune. Këto janë bidate, subhanallah. Na kemi historina të ndryshme, kemi luftën e Bedrit për shembull, që muslimanët kanë triumfuar mbi 3 fish më shumë kanë qenë mushrikët. Hajde të çohemi edhe ta festojmë luftën e Bedrit për shembull. Hajde. Apo për shembull luftën e Uhudit që kanë humbë muslimanët aty, që kanë përdini ato shigjetar, 50 shigjetar të cilët zbritën poshtë me marë plashkat e luftës dhe e humbën luftën, e humbën betejën në shkurt. Atëherë dalim edhe na si shiat dhe do të tarrohim veten. Në me janë kur kemi për luftën e Bedrit gëzohemi dhe të shpikim namaze, ibadete të ndryshme të gëzohemi, dhe në anën tjetër të hidhrohemi kur është këto nuk kanë të bëjnë me fenë Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, këto janë shpikje e njerëzve dhe çdo bidat është humbje. Dhe çdo humbje çka? Çon zon xhenemit. Çështja nuk është e lehtë, bidati nuk është i lehtë. Bidati ti po do me thonë me bidat, kur të bën një bidat ti po do me thonë që Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka tradhtu risalen e vet, shpallin e ka tradhtu. Ti po qosh tash pas 10-15 shekujve dhe po shpik gjëra të reja. Ngjallja me ibadet natën e mesmet muajit Shaaban në xhami është prej bidateve. Po ashtu dhe namazin një mire 4 natë. Shpik namaze të ndryshme apo ibadete të ndryshme dhe veshja fesë Allahut subhanahu wa taala. Të ushtrosh me shigjet dhe hark është më mirë se të ruash në front. Më thonë, është më mirë me ushtru me shigjet dhe hark, më thonë më koni i fuqishëm edhe do të mu pregadit për luft, është më mirë se sa të jesh në front, të ruash në front, apo roje. Mësimi diturisë dhe të mësuarit e të tjerve është nga llojet e xhihadit. Mësimi diturisë edhe njerë, edhe mi mësu të tjerët. Shikoni se çfarë do bie po na cek Sheikhul Islam Ibn Taymije. Normalisht të marrë nga tekste shariatike. Me mësu dituri o vllaja, dhe mi au mësu të tjerve. Ju nëse mësoni dituri, e merrni këtë diturin dhe pastaj e përhapni të tjerët, është nga lloji i xhihadit. Është nga lloji i xhihadit. Sepse është farz kifaje. Farz kifaje çfarë do të thonë? Nëse një person i caktuar me një vend të caktuar është përhapur një e keqe dhe flet dikush bie përgjegjësia të tjerëve, një është me rëndësi me fol. Nëse i bashkangjiten këtij personit të tjerët, kjo është e mirë së ardhur, sepse fuqizohet, apo? Mirë, por nëse askush nuk flet, atëherë bie dënimi mbi të mirën e mbi të keqen. Andaj nëse Allah subhanahu wa taala ta ka mundsu vllajem me fol për një çështje të caktuar, mos u bë pengesti me të fut shejtani, me thon kush është ai me fol. Mirë, merre,
Merre bajrakun, që pelone, merre ti pra. Pse s'po e merr ti? Po dikush do të më marrë vëlla. Dikush do të më marrë, dikush do të më fol kundër të keqës. Se të keqja po përhapet. Allah subhanahu wa taala dikujt ja ka qel derën e shkrimit, dikujt ja ka qel derën e dersit, dikujt ja ka qel derën e kundërshtimeve për lajmërimin ndaj bidatxhive, ndaj demaskimit ndaj grupeve, ndaj pse e kundërshton vëlla? Pse e kundërshton? Dikush përkthene, dikush shkruane, dikush secili e ka derën e vet që ja ka qel Allah subhanahu wa taala dhe ja lehtëson. E rëndësishme është që të bëhemi gjithë që ta përhapim dinin Allah subhanahu wa taala. Edhe pse shejtani mund të vije, mund të pëshpërit, mund të fut inate të ndryshme, po nale vetën vëlla jam, nale, se dha e ka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, tavafin qabe është më me vlerë se namazin në të. Shiko, tavafin qabe është më me vlerë se namazin të, sepse qabja është e bume për tavaf subhanallah. Më thonë për tavaf, normalisht edhe për drejtimin e muslimanëve, më thonë kur të falen. Thot Ebul Abbasi, më thot Ibn Tejmi rahimahullahu taala në replikën e bërë Rafidiut, shiave, pasi përmend se Imam Ahmeti e vlerëson xhihadin nga veprat e tjera, Shafiu vlerëson namazin, ndërsa Ebu Hanifja dhe Maliku diturin. E vazhdim Ibn Tejmi thot, pse këta vllazni e vlerësojnë diturin para xhihadit? Subhanallah, ai i cili shkon xhihad nuk mund të shkojë pa dituri. Kështu që më pari mëson diturin dhe dituria e nxit me vot xhihad fi sabilillah. Se nuk mund të shkoj që të bëj xhihad fi sabilillah nëse nuk ka dituri para prake, se bën kërdi. I sheh organizatat e ndryshme se çfarë bëjnë kërdi në për vendet e muslimanëve. Në emën të xhihadit, në emën të luftës në rrugt të Allahut subhanahu wa taala kanë bërë krime ndaj muslimanëve, kanë bërë sulme vetvrasë, kënë se vrasin kufar ndërsa i kanë vrarë muslimanët. Në pse? Kjo është dituria. Kur diturin njeriu e merr, ulet para ulemave. Shikoni ju çdo javë këtu jeni prezent, çdo javë me vite që 2 vjet gati apo sa u bë. Edhe kjo është dije subhanallah. Kjo është dije, mirët dija, pastaj përhapet dija. Përsa kokën vetë ti me bë veprime të pamatura, ti bën dëm edhe vetvetes, në një i bën dëm vetvetes, i bën familjes, i bën shoqërisë muslimane, i bën dëm kretat i rrethit që ti jeton. Njeriu 15-20 vjet bën davet, ti për një vepër i prish gjithë ato 15-20 vjet të një davetxhiu që mundohet me përhap dinin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu i ditur që është thinjur në dije, që është ulur me gunjet e tij para ulemave, para xhallarëve dhe i ka mësuar librat nga fillimi deri në mbarim, tërë kohën ka mësu, ka studiu, prej këtij pritet të bëjë ndryshime. Sepse e mira vjen gradualisht vllazni, nuk vjen me një herë. Ka dale vjen, do të me bo sabër, me të sprovu Allah subhanahu wa taala, sa sabërliti në davetin në rrugt të Allah subhanahu wa taala. Çfarë thotë Sheikhul Islam Ibn Tejmi? Thotë e vërteta është se çdo vepër e sipërpërmendur është më e vlefshme në rastin e nevojshëm, siç është vepra e pejgamberit alayhis salam dhe halifeve të tij sipas interesit përgjithshëm dhe nevojës. Në çfarë thotë ky e studion pak më mirë. Në raste të caktuara, kur është e nevojshme, xhihad fi sabilillah, atëherë bëhet xhihadi më i rëndësishëm se sa dia për një moment caktuar. Në raste caktuar tjera, kur muslimanët janë të dobët, atëherë dia bëhet shumë më e vlefshme. E përhapim dije më të madhe, më shumë. Vërësisht nga rrethonat i jepet përparësi një fushe të caktuar. Kjo është në pajtim edhe me fjalën e Imam Ahmedit, thënë Ibrahim ibn Xhaferit, vepro atë që është më mirë për zemrën tënde. Po ashtu Imam Ahmedi thotë, të mësuarit e hadithit dhe kuptimeve të tij janë më të dashura tek unë se mësimi përmendshi ti. Se e kupton subhanallah. Ti mundesh me ditë përmendsh krejt, mundesh me ditë ajetet përmendsh, me pse din kuptimin. Shumë më e vlefshme me ditë pak përmendsh dhe me ditë kuptimet. Sepse nga kuptimi ti e përhap dinin e Allahut azza wa jall. Falja gjunaheve, thot gjatë abdestit, namazit agjërimit, Ramazanit, ditës të Arifës, Ashurës, thot është e veçantë për gjunahet e vogla vllazni, gjithashtu edhe në hax, sepse namazet e Ramazanit janë më të mëdha se ai. Dhe thot gjitha këto veprime në këto ditë të veçanta që janë përmendur në tekstet shariatike, këto që janë përmendur që ti falë Allah subhanahu wa taala gjunahet, dije se ti falë gjunahet e vogla, ndërsa për gjunahet e mëdha duhet pendim
duhet pendimi sinqert me gjitha kushtet e saj. Pastaj thot pika tjetër është rukuja, sejdja dhe qëndrimi në këmbë janë të barabarta në vlerë. Pra mëno, edhe rukuja, edhe sejdja, edhe qëndrimi në këmbë, qiyam, janë të barabarta në vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Imam Ahmedi, imamët nga sahabët, thonë se namazi tesbihut është mekruh. Është një namazi tesbihut, apo Sheikh Uthemini thotë që askush nga ulemat, nga 4 methebet, thonë nuk e ka praktiku këtë. Nësa Sheikh Albani rahimahullahu taala e bën hadithin sahih apo hasan, domethënë nuk thotë që është hadithi i dopt, që një herë nëse në jetë e bën spaku mjafton. Thot Ibn Mubareku thotë se është e pëlqyer, ndërsa Ebu Hanifja, Shafi dhe Maliku thotë se nuk e pëlqen në përgjithësi, siç tham, domethënë dietarët e methebeve. Ibn Taymija thotë po ashtu, veprohet me lajm të dobët, sepse shpirti shpreson në atë shpërblim dhe friksohet nga dënimi. Çfarë do të thonë? Sheikhul Islam Ibn Taymija veprohet me lajm të dobët, veprohet me hadithe të dobta. Si veprohet me hadithe të dobta? Ulemat e kanë sqaruar vllazni kur ka të bëj me nxitje për të mirë, nëse të ka një transmetim dhe thuhet si hadith, atëherë është mirë nëse të nxit veprat mira dhe nuk i kundërshton ajetet dhe hadithet tekstet sheriatike, atëherë mundesh me thënë jae fil habar, ka ardhur me një lajm. Por se nuk e atribon pejgamberit alayhi salam, sepse mi atribu Rasulit alayhi salam, duhet me thonë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e dëgjuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pam Rasulin sallallahu alaihi wasallam, do thonë duhet mi atribu veprimet, fjalë, miratimet pejgamberit alayhi salam. Në këtë rast na nuk kemi argumente të sakta, sepse zinxhiri i transmetimit nuk është i saktë dhe na del që është i dopt, po Sheikhul Islam Ibn Taymija çfarë po thot? Veprohet me lajm të dobët thot, sepse shpirti shpreson në atë shpërblim dhe friksohet nga dënimi. Këtë rast çfarë themi? Veç themi ja fil habar. Ja fil habar është ka ardhur me një haber, me një lajm. Prej kujt është ai lajm? Nuk e dim. E rëndësishme na ka ardhur prej një libri të caktuar, zinxhir pas gjenerat pas gjenerate, por se nuk ja atribojmë a Rasulit alayhi salatu wassalam. Disa prej dietarëve kanë qenë kategorik, kanë thonë nuk lejohet në asnjë mënyrë, sepse kjo i bëhet si shpifje fesë Allahut subhanahu wa taala. Në njëjtë është nxitimi apo friksimi me izraelit apo ëndra dhe të ngjashme me to, mirë po nga këto nuk nxjerrim dispozita të sheriatit, sepse nuk kemi transmetim të saktë, apo zinxhirin dhe transmetimin e saktë të zinxhirit nuk e kemi. Por lejohet të tregon sa për nxitje dhe friksim, thot, mbi çështje të cilat dihen se janë të mira apo të këqija me argumente të sheriatit, në këtë mënyrë bëhet dobi dhe nuk ka dëm. Sunetet të caktuara të namazeve kryen edhe më vonë se koha e vet. Çfarë do të thonë këtu Sheikhul Islam Ibn Taymija? Është një llaf, është një veprim i Rasulit sallallahu alaihi wasallam që disa prej ulemave kanë komentuar, siç tham, që ka pas raste kur disa prej delegacioneve kanë ardhur te Rasuli sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka falur namazin sunet Rasuli sallallahu alaihi wasallam, pastaj pas vaktit e ka falur namazin sunet. Me këtë argument edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija do thotë mendon që lejohet me fal një sunet që nuk është falur në kohën e vet. Sepse baza është që suneti e ka kohën e vet, mu ashtu edhe si farzi. Namazet me shkas, me sebeb, kryen edhe në kohë të ndaluara. Ky është një nga transmetimet e Ahmedit. Cili është shkak? Përshëndetje xhamis. Pra më në për shembull pejgamberi sa ka qenë hutbe vllazni. Hadithi është në Buhari. Ka qenë hutbe, duke ligjëru. Ka një person ul. Rasuli alayhi salam tha ja Sulejk, e ndërpriti namazin. Tha ja Sulejk, tha u fale, tha jo, ngritu dhe fali 2 rekate shpejt. Këtu i bie që ky është namaz me shkak. Përkundër asaj që dëgjimi i hutbës është wajib, mirë po Rasuli alayhi salam i tha çu dhe ngritu dhe fali 2 rekate. Dhe këtu ulemaja thonë që përdesa është wajib dëgjimi i hutbës, e ndërpreti Rasuli alayhi salam hutben, i tha çu ngritu dhe fali 2 rekate, i bie se është wajib, dhe thot falja e namazit përshëndetës të xhamis, apo edhe namazet të tjera që janë me shkas. Namazi istiharës falet dhe në kohë të ndaluar, nëse me ikje në kohës humb çështja e kërkuar. Më thonë edhe kjo është namaz me shkak. Ki nevojë me bë diçka, apo atëherë
është koha e ndaluar, për shembull është koha mas namazit sabahut, është koha mas namazit ikindis, para akşamit, këto janë kohë ndalume, mirë po nëse ki shkak, atëherë lejohet me u fal pas një problem. Dhe për fund e kemi pikën 354, është e pëlqyer të falen 2 rekate pas çdo abdesti të marrë, qoftë edhe në kohë të ndaluar të namazit. Ky është mendimi i Shafiut, edhe ky është namaz me shkak. Na pe dini si ka ardhur kjo gjë, më thonë, kur Resuli a.s. i thot Bilalit, ja Bilal, i thot po ti dëgjoj, thot në llonat e tuaja, të mbathurat e tua, po në llonat e tuaja në xhennet, thot çka e të bo? Allah thot s'di veç thot e di që pas çdo abdesti thot i fali 2 rekate. Thot kjo është, më thonë që ti kam dëgjuar në llonet nallet e tua në xhennet deri në takimin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndonjë pyetje, do t'ju përgjigjem inshallah taala.